Përshëndetje, sot të përgatisim këto biskotat me copa çokolate dhe me marshmallow në mes. Këto janë përbërësit që na duhen për këtë recetë. Nëse mund të gjeni haribo të bardha marshmallow, aq më mirë, sepse nuk kanë ngjyrues edhe nuk kullon ngjyra në biskot. Përzijem bashk gjalpin, sheqerin kafe dhe sheqerin e bardhë. Gjalpin, nëse doni, mund ta shkruani derisa të bëhet ngjyrë kafe, për t'i dhënë pak më shumë shije të theksuar biskotave dhe më shumë ngjyrë. Më pas shtojmë një vezë në temperaturë ambienti dhe pak vanilje. Shtojmë mielin e situr me baking powder dhe pak krip. Nëse brumi del pak i lëngshëm, mund të shtoni edhe 1 ose 2 lugë të tjera miell. Shtoni dhe copat e çokoladës, të cilat duhet të jenë të paktën 50% kakao. Unë ngatrova, i mora, siç e shikoni këtu, me çokoladë të qumshti, edhe biskotat u bën shumë të ëmbla. Marrim nga një lugë gjelle brumë, e hapim pak dhe në mes vendosim një marshmallow dhe e mbulojmë. Biskotat do t'i lëmë në frigorifer për të paktën 1 orë. Mund t'i lini dhe për gjatë natës. Disa biskota unë vendosa edhe në ngrirje që t'i ha ditët e tjera. I pjekim në një furrë të paranxehur në 175 gradë për 10 minuta.